Famje tronditse, turistja 33 vjeçare humbi jetën tragjikisht në Indi, shtypet nga elefantët që po luftonin. Një turiste 33 vjeçare humbi jetën tragjikisht në Indi pasi u shtyp gjatë përleshjes mes dy elefantëve në një park të kafshëve të egra në zonën Kodaku të hënën. Sipas videos së publikuar, gruaja ndodhej në ujë për të parë elefantët teksa laheshin. Në një moment, dy elefantët me emrat Kan dhe Marthanda u bën agresiv dhe nisën të përlesheshin mes tyre. Sipas raportimit të medias në Indi, pavarësisht përpjekjeve të vazhdueshme të kujdestarëve për të kontrolluar kafshët, situata doli jashtë kontrollit. Elefanti Marthanda humbi ekuilibrin dhe ra mbi 33 vjeçaren, e cila mbeti e bllokuar dhe pësoi lëndime fatale.